Jam në parkun arkeologjik të Pompejit, ose në qytetin antik më të ruajtur dhe më të mirëmbajtur të botës. Një qytet në të cilin çdo detaj, çdo gur, çdo tull, çdo gur ciklopik, çdo mur, çdo bazorelief, çdo po quaj pra mozaik, janë të gjithë të ruajtur që prej vitit 79 pas erës së re. Historia e Pompejit, në fakt, është një prej historive më të rralla të botës. Sot është një park arkeologjik prej 150 hektarësh, nga cilat rreth 50 hektar janë vizitueshme nga rreth 60 hektar që janë hapur deri më sot. Ky është kryqëzimi dy rrugëve kryesore të Pompejit, njërit prej qyteteve thash, i cili tregon se si ka funksionuar bota 2000 vjet më parë. Historia e Pompejit është një prej historive më të njohura të botës. Pompej ishte një qytet me 11 deri në 15.000 banor në fillim të shekullit, në shekullin e parë pas erës së re. Por në 24 gusht të vitit 79 pas erës së re, mali i Vezuvit, i cili ndodhet në këtë drejtim, ndoshta vetëm këtu mund ta shohim më qartë, pra mali i Vezuvit shpërtheu me një prej vulkaneve më të frikshëm që bota ka njohur ndonjëherë. Lava zbriti poshtë në drejtim të zonave të banuara, duke mbuluar me 6 metra thellësi, pra 6 metra nivel, lave, gurësh, hiri të gjithë qytetin e Pompejit. Qyteti u mbeti ashtu siç ishte, pothuajse gjithë popullata e tij humbi jetën nga shpërthimi vulkanik. Por rreth viteve 1599, 1610 deri në vitin 1740, shumë po quaj gjuetar thesaresh, të cilët kishin dëgjuar për një qytet antik të zhytur në lavën vulkanike të Vezuvit, filluan të gërmojnë. Ato quan në zbulimin e njërit prej qyteteve më të jashtëzakonshëm që bota ka ende sot, një prej sajteve arkeologjike më të vizituara të globit, të qytetit të Pompejit. Qyteti është interesant sepse ruan çdo detaj siç ka qenë 2000 vjet më parë. Asnjë gjë nuk ka ndërhyrë, asnjë gjë nuk ka ndryshuar. Çdo gjë, që nga gurët, gurët ciklopik që shihni, dhe deri tek detajet, qyteti është i gjithi, me kishat, me tempujt, me shtëpitë e patricëve, me shtëpitë e plebejve, me të gjitha strukturat që një qytet me një urbanistik të kohës ka pasur. Natyrisht Pompeji ka qenë shumë më modest se sa Roma, por zbulimi i tij dhe konservimi i tij tregon se në çfarë niveli i zhvillimi kishte arritur perandoria romake në atë kohë. Thash, këtu jam sërish brenda rrënojave të qytetit, do t'ju tregoj më pas ndërhyrjen që ka pasur, po e quaj Vezuvit, dhe këtë kur shkojmë në një pjesë që duket më lart. Gjithë kjo pjesë që shihni është pjesa e zbuluar, midis cilëve janë dhe 2 amfiteatre, i vogli dhe i madhi, disa tempuj, dhe këto janë shtëpitë e zakonshme, pra në këtë drejtim. Në atë drejtimin andej është amfiteatri që duhet ta shohim. Pompeu, pra qyteti i Pompejit dhe parku arkeologjik, në fakt janë një pasuri e UNESCO, sot është një nga vendet më të vizituara që globi ka, ndër sajtet arkeologjike dhe historike që globi ka. Dhe ç'është më e çuditshme është se çdo lloj qyteti që ne kemi trashëguar nga antikiteti janë qytete të cilët janë transformuar ose kanë pasur deformime të mëpasme. Pompeji është i vetmi qytet ku asgjë nuk ka ndryshuar. Çdo gjë është siç ka qenë 2000 vjet më parë, ja dhe rruga tjetër e vogël, që sikur se thash, me përjashtim një shtëpi e ndërtuar atje sipër që duhet të ndërtuar në kohën e ndryshimeve të mëdha. Shiheni qytetin, unë do vazhdoj të eci për t'ju treguar disa nga zonat më të bukura të qytetit dhe mënyrën se si jetonin njerëzit. Është shumë e famshme dhe diçka tjetër se shumë prej trupave u gjetën të ngrirë, të kthyer në skulptura për arsye të lavës vulkanike. Madje është e famshme pjesa e 2, pra një burrë dhe një gruaje që cilët janë gjetur të përqafuar, por janë lëvizur nga vendi ku janë gjetur dhe janë futur në ruajtje për arsye të frikës nga kushtet atmosferike që kishin. Ndërkohë, ja dhe pjesa e një banese private, shiheni se çfarë përdorimi të mermerit të gurëve, madje diku do t'ju tregoj. Shumë prej gurëve janë gurë vulkanik që tregon që Vezuvi ka pas paralajmëruar. Pra gurët janë marrë mbasi ka pas shpërthimet më parshme, por gjëja më interesante që mund të shihni për t'ju shpjeguar
janë pjesa e terrakotës, e cila nuk është terrakote thjesht, po është terrakote përzierë me shamot për t'i rezistuar nxehtësisë dhe për t'i rezistuar thyerjes. Ishin romakët që filluan të parët me terrakotën mbas përdorimit të gurëve, pra shive kjo është e gëdhëndur e gjitha në gurë, dhe sidomos gurëve ciklopik që janë këta gurë këtu, shiveni se janë gurët, pra tregon që Pompeu ka pasur një histori shumë të gjatë që fillon që nga koha e gurëve ciklopik, tek gurët vulkanik që janë këto, e deri te përdorimi i terrakotës. Kjo është një prej rrugëve kryesore, thash që kryqëzohet me rrugën tjetër. Rrugët janë të standardeve që dhe sot nuk i gjen dot, por janë kryesisht të gjera 3 metra sa të kalon te karroca dhe janë me gur masiv, shihni, por të gjitha rrugët janë me rrjedhje në mënyrë që të rrjedhin, pra janë me disnivel që të rrjedh uji. Këto janë banjat e Stabinës, edhe kjo është pjesë shumë e bukur. Kjo është pjesa e banjave të Stabinës, shiheni, është pjesa ku kryej, pra pjesa ku qëndroi ka pasur dhe një pishinë. Dhe gjitha është në të dy anët me afreske. Sa të bukura janë zbuluar siç kanë qenë. Kjo është një nga rrugët e tjera kryesore të Pompeut, është shumë interesante sepse në dy anët e saj mendohet që janë një pjesë e shtëpive më senjor, pra po i quajmë të patricëve, pra të njerëzve më të pasur, në të dy anët e saj, edhe pse askush nuk di të thotë se të kujt kanë qenë, çfarë janë shtëpiat, për arsye se Pompeu u mbulua duke marrë me vete gjithë historinë e tij, por aty këtu për efekt të guidës janë identifikuar disa shtëpi. Shiheni për shembull se si janë afreskët në pjesën e sipërme të murit që kanë mbijetuar dhe supozohet që duhet të jenë 2000 vjeçar, ndërkohë që në këtë drejtim do shihni disa nga pra shtëpia e portikut të fshehur, janë një sër banesash që i konsiderohen banesat patricëve. Shiheni edhe një tjetër skulpturë. Kjo është një skulpturë pak problematike në fakt, për këdo që e shef, por ka qenë është një prej simboleve në qytetin e Pompeut, ndërkohë po të ecësh sipër ka një sër shpjegimesh për shtëpitë që pretendohet që janë thash të zonës më patrik, të familjeve më të pasura. Kjo është njëra prej shtëpive, nëse afrohesh tu e sheh që është shumë interesante, sepse ka një hapësirë të brendshme, ka portikun e brendshëm, ka pjesën e shatërvanit ose të bazenit dhe konsiderohet quhet shtëpia e Larario di Achille, ndërkohë dhe një sër shtëpish tjera në këtë drejtim. Supozohet që kjo duhet të ketë qenë zona më e shtrenjtë ose më e pasur dhe më e mirëqenë e Pompeit. Shiheni, këtu edhe pse ky është një Pulonika di Stefano, nuk është banesë private, pra shiheni këtë pjesë është po ashtu shumë e madhe, ndërkohë që shtëpitë përballë janë më të vogla dhe më modeste, madje një pjesë duken si dyqane, edhe kjo është një prej shtëpive tjera të mëdha. Një shtëpi e cila duket në hapësirën e sipërme, pra janë shtëpitë e njerëzve të pasur të qytetit që kanë banuar në këtë zonë. Dhe sërish është një tjetër shtëpi në këtë drejtim që është shumë e bukur,
duket pjesa e brendshme e Shatërvanit. Kjo është Kaza e Kaskalongus, nuk e di tani se si janë vendosur emrat e tyre, por shihni se sa e bukur është dhe mendoni, shihni edhe gurët ciklopik mbi të cilët është ndërtuar, çfarë madhësie ka guri, shihni dhe pjesën e muraleve, pra freskëve në të dy anët, muralet, natyrisht çatia është restauruar më pas për ta mbrojtur nga agjentët atmosferik, ndërkohë që sikur se thash, kjo është rruga një nga rrugët kryesore. Rruga kryesore në fakt është në kryqëzimin e atjeshëm të kësaj rruge, është pjesa kryesore, ndërkohë që kjo është një prej dy rrugëve kryesore që kryqëzon Pompeun dhe që në këtë drejtim të çon në një sër rrugësh të tjera që kryqëzohen. Shiheni pak pjesën urbane të qytetit. Është e pabesueshme se si një qytet i ndërtuar 2000 vjet më parë ka një rrugë të tillë të rregullt dhe të drejtë si kjo, me kryqëzime po kaq të rregullta dhe të drejta nga çdo anë që po të shohësh. Edhe këtej. Ndërkohë që të dy anët duket që nuk kanë ndërtesa shumë të larta, por ajo që të bën përshtypje është që vetë godinat vetvete kanë një lartësi shumë të madhe. Shiheni këtu se çfarë lartësie ka godina, duke pasur parasysh kur është ndërtuar rreth 2000 ca vjet më parë. Shihni edhe lart dritaret e vogla që ishin për ajrimin. Kjo është pjesa më interesante që mund të shohësh. Shihni dritaret e ajrimit. Kjo është një shtëpi tipike. Shihni guri që është përdorur, ndërkohë në atë pjesën atje janë fillimet e terrakotës, pra është përdorimi i terrakotës. Ky është vendi më i mirë ku mund shpjegohet pak a shumë ajo që ka ndodhur në natën e 24 gushtit të vitit 79 pas erës sonë, ose të paktën kështu mendohet, sepse ka shumë debate lidhur me datën. Për ta kuptuar më mirë, duhet shihni që këtu është një pjesë e qytetit antik të Pompeit, i cili është ruajtur siç ka qenë rreth 2000 vjet më parë, pra rreth 1950 vjet më parë, ndërkohë që përballë meje në këtë drejtim është mali i Vezuvit. Në natën e 24 gushtit, Vezuvi ka shpërthyer duke nxjerrë lavë, zjarr dhe gazra, të cilët kanë filluar të zbresin në drejtim të gjithë zonës, duke mbyllur dhe qytetin e Pompeit. Sipas të dhënave të studiusëve, pjesa më e madhe e banorëve kanë vdekur që në momentin e parë, jo nga lava, pra kishin mundësi të largoheshin pa mbritur lava, por për arsye të gazrave dhe asfiksimit, dhe kanë humbur jetën një pjesë pa arritur dalin fare nga shtëpitë e tyre, ndërkohë që lava ka arritur me një shpejtësi shumë të madhe, duke mbuluar të gjithë qytetin dhe një pjesë e vogël e njerëzve që kanë arritur shpëtojnë janë nisur në drejtim të detit, pra në këtë drejtim të Pompeit. Ndërkohë, qyteti u mbulua sipas të dhënave me 6 metra lavë, pra lavë, dhera, hi vulkanik, i cili është pak a shumë në këtë nivel që po shihni këtu. Nëse do ta shihni që është më poshtë qyteti, do ta kuptoni që 6 metra lartësi mbi qytet kanë qenë të gjitha pjesa e lavës, hirit vulkanik, gurve të cilët erdhën me vete. Pra po të shihni është gati 6 metra, ky është një tempull, ka mundësi të jetë edhe pak i më vonshëm, sepse pas zbulimit rreth viteve 1500 ca e deri në vitin 1700 pati një lloj rikthimi në Pompei të banorëve, të cilët më pas u larguan për të ruajtur qytetin ndoshta të vetëm në botë që është i paprekur prej 2000 vjetësh. Natyrisht që dhe ai nuk i ka shpëtuar shumë masakrime, siç është kjo godin këtu që po ta shihni ballore duket më mirë, e cila është ndërtuar në mes të shekullit të 19, në atë kohë kur akoma Pompeu ishte një park arkeologjik dhe më pas është legalizuar me një nga stilet normale klasike që ndodh edhe në Shqipëri. Kjo është pjesa e Belvederes, pra ku ti mund ta shohësh nga lart, ka 3 versione. Ky Belvederes është një version që ti e sheh qytetin brenda të mbuluar nga sipër, ndërkohë që pjesa e poshtme është pjesa urbane e qytetit, të cilën e pam në fillim të emisionit. Pra shiheni edhe një herë. Shiheni se si kanë qenë të ndërtuara të gjitha shtëpitë. Po të vini re, ka mungesë të dritareve në pjesën më të madhe, sepse në atë kohë nuk njihej xhami.
janë thjesht dritare që mbuloheshin me kanate druri për të izoluar nga i ftohti apo nga shiu, dhe kjo është një pjesë. Pompeu është një qytet absolutisht shumë i madh, sipërfaqe shumë i madh, thash ka pasur 11 deri 15.000 banor, po le ta shohim pak më nga afër. Kjo është pamja tjetër e Pompeit, pra kur vim nga pjesa ku dallohet Vezuvi, këtu nuk dallon Vezuvin, po dallon gjithë strukturën urbane të qytetit. Nëse do shihni, rruga aty poshtë ku zbresin njerëzit është një nga kryqëzimet kryesore të Pompeit, është një nga kryqëzimet që të çon në rrugën bazë, që është rruga e karrocave, po të vini re, kjo është rrugë si për karroca, si për këmbësor, dhe koncepti që ju tregova pak më parë i trotuareve klasike ka nisur pikërisht në Pompei. Disa nga shtëpitë janë të vogla me gur të vegjël, ndërsa disa prej shtëpive tjera, siç mund të shihni edhe këtë këtu përballë meje, janë shtëpi të cilat janë shtëpi të fisnikëve, pra janë të zbukuruara më shumë, kanë hapësira më të mëdha drite. Shiheni se si është ajo shtëpi atje, ndërkohë një pjesë e shtëpive të tjera të Pompeit, që duhet jenë njerëzve më pak të pasur, janë fare modeste dhe pa ndriçim. Ky pra është parku arkeologjik i Pompeit dhe qendra e një qyteti e cila prej thuajse 2000 vjetësh nuk funksionon më. Në të nuk ka më qytetar të përditshëm, për 1600 vjet ka qenë mbuluar, për 400 vjet është e hapur, por vetëm për turistë. Për të vizituar Pompein do t'ju duhen 3 ditë të plota në bazë të guidave, por në qoftë se ju jeni pra më pak kurioz dhe doni vetëm të krijoni një ide, mund t'ju mjaftoj një guid ditore. Ndërsa guida ekspres është disa orë, por mund të shihni shumë pak gjëra. Kjo është pjesa e forët ose forumit e qendrës së qytetit, e cila, sikur se thash, u mbulua nga lava dhe nuk është prekur për 1600 vjet. Sot është qendra e një qyteti të vdekur. Një qyteti ku nuk dëgjohen zërat e fëmijëve, ku nuk dëgjohen zërat e grave, ku nuk dëgjohen burrat, ku nuk dëgjohet më as virgëllima e shpatave të dikurshme dhe natyrisht as zhurma e makinave të sotme. Një qytet i cili ka ngrirë në vitin 79 pas erës sonë, pra 2000 vjet më parë, 1950 vjet më parë, me këtë pamje fantastike që tregon se si kanë jetuar, ose cila ka qenë, po e quaj, mënyra jetesës së njerëzimit 2000 vjet më parë. Është i vetmi qytet i konservuar eksaktësisht ashtu siç ishte, kështu që me këtë rrëfim të vogël në YouTube shpresoj që t'ju kem lënë një ide të asaj se çfarë ndodh në parkun arkeologjik të Pompeit, që edhe njëherë insistoj, nëse afroheni në periferi të Napolit, vizitojeni patjetër.